Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, mesazhet e para të Zotit Xhellal Xhelalu për njerëzit e besimtarët, në veçanti ftesa e parë dhe shpallja e parë të cilën ja shpalli profetit alayhi salatu wassalam, ishte shpallja e kërkimit të diturisë të mësuarit në tërësi. Ndaj dhe i shpalli atij profetit alayhi salatu wassalam 5 ajetet e parë të surës Alaq, të cilat nisin me Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në emrin e Zotit tënd i cili të krijoi. Ndërsa ajeti i fundit i shpallur në Kur'anin famlart do të ishte ajeti ku Zoti i gjithësisë thotë: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Ju friksojuni ditës kur do të ktheheni tek Allahu, do të qëndroni para Allahut, ku gjithse i cili do t'japi llogari dhe do të shpërblehet për atë që ka vepruar dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Në 23 vite, në më shumë se 6.000 ajete kuranore, në 114 sure të Kur'anit famlar, në 2 ajete Zoti po na përmbledh qëllimin e njeriut, qëllimin e krijimit të njeriut dhe se si duhet të jetojë njeriu në këtë botë. Diferenca e njeriut me krijesat e tjera është arsyeja. Diferenca e njeriut në vetë llojin e tij është dituria të mësuarit. Ndaj dhe Zoti Xhellal Xhelalu në Kur'anin e tij famlar thotë: "Thuaj, a janë të barabartë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë?" Dhe ndër lutjet kuranore të cilat janë përsëritur në mënyrë të vazhdueshme nga profeti alayhi salatu wassalam është: "Wa qul rabbi zidni ilma", thuaj Zoti im shtom diturinë. Atëherë diferenca e njeriut në vetë llojin e tij është diferenca e dijes. Dija e cila ka nevojë për vepër, jo thjesht për një informacion. Dhe këtë po na thot Zoti Xhellal Xhelalu: ju mësoni, studioni, përfitoni, arsimoni, shkollohuni, avanconi në dituritë e ndryshme, por duke mos anashkaluar faktin që kjo duhet bëhet për Allahun subhanahu wa taala, duhet bëhet me devotshmëri, me ndershmëri, me sinqeritet për ditën kur do të qëndrosh përpara Zotit të gjithësisë. Në një hadith të transmetuar nga sahabiu i nderuar Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhu, na përcjell se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ati që Zoti ja don të mirën, ja bën të kuptueshme fenë, ja lehtëson të mësuarit e fesë. Dhe thamë që të mësuarit jo për informacion, por të mësuarit e fesë për ta praktikuar atë. Nëpërmjet kësaj profeti alayhi salatu wassalam bëri diferencën në ummetin e tij, në mesin e të gjitha kategorive dhe shtresave që ishin në atë kohë. I diferencoi njerëzit me dituri, i ngriti dhe i lartësoi nivelet e tyre nëpërmjet arsimimit dhe diturisë. Ndaj vrejmë se zonja e nderuar Aisha radhiyallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për kohën e saj, por dhe breza më pas, konsiderohet si një ndër mjekët më të zonja, më me emër, të cilën kur e pyetën dhe i thanë që ku e ke mësuar mjekësinë, ajo që njihet ndryshe si mjekësia arabe, sot mjekësia alternative, ku e ke mësuar mjekësinë, ndërkohë që domethënë nuk e dal nga shtëpia, pra e ke patur shumë të kufizuar atë aktivitetin tënd. Thënë nga takimet që profeti alayhi salatu wassalam zhvillonte me njerëz të dijes, pra të kësaj fushë, qoftë kur ata vinin për të pyetur për diçka, apo qoftë kur profeti alayhi salatu wassalam i pyeste ata. Pra i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam i vlerësonte njerëzit, i vlerësonte profesionet e tyre dhe i jepte gjithse i cilin vendin që i takon. Ndaj për mjekësi e pasonte topin për e çonte tek ajo fush, nuk ishte gjitholog,
po ishte aty ku Allahu xhelle xhelalu e kishte përzgjedhur. Dhe ja jepte stafetën gjithë secilit në profesionin e tij. Ndaj dhe thonte men tatabbaba fa huwa damin, kush ka marrë përsipër mjekësinë, ai duhet të jetë dhe garant. Pra duhet i kushtojë një vëmendje të tillë, të specializohet, të arsimohet aq sa në fushën e tij të jetë garant për atë që bën. Dhe pra thash që kur e kanë pyetur zonjën që ku e mësove, thanë në shtëpi, nga takimet e profetit alayhis salam. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që i dërguar i Zotit alayhis salam jetën e tij të gjithën e kishte të mësuar dhe ai vetë. Pra vetë shpalljes hyjnore që është përzgjedhje prej Allahut subhanahu wa taala, kishte shumë gjëra të tjera të cilat i mësonte në jetë. Ndaj dhe i drejtohej shokëve të tij dhe i thonte ju jeni më të ditur nga unë në çështjet e dynjallikut. Ndaj mos më kurseni, pra mos i kurseni orientimet tuaja, mësimet dhe eksperiencat e dituritë të ndryshme të cilat mund t'i keni. Mos më kurseni, pra mi thoni. Ky ishte qëllimi. Dhe profeti alayhis salam nëpërmjet kësaj vlerësonte veten, sepse duhet dishim nderuarim të vlerësosh veten. Në një hadith pejgamberi alayhis salam na ka përshkruar llojet dhe kategoritë e njerëzve në të nxënur apo në raport me diturinë. Thot shembulli i asaj me të cilën më ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, pra Zoti më ka dërguar mua, thot, me shpalljen hyjnore, me udhëzimin prej të madhnueshmit Allah. Shembulli i asaj me të cilën më ka dërguar mua, më ka shpallur mua, pra. Dhe njerëzve është si shembulli një shiu. Pra tashmë ka ardhur në dynja, ashtu të thonë ty, shiu që është shpallja e Allahut. Dhe ai bjen në një tokë, e ka konsideruar do të thonë një grup njerëzish, pra këtë tokën, një grup njerëzish për një lloj toke, e cila pasi i bjen ky shiu jep prodhim. Prodhon, jep bimësi dhe prodhon dhe për të tjerët. Ka një kategori e dytë, thot, e cila mban ujin. Pra ndoshta prodhim rreth e qark asaj nuk ka, por ujin e ruan, nga ku të tjerët marrin prej këtij uji dhe nga ku të tjerët domethënë gjallërojnë një tokë tjetër me këtë ujë. Dhe ka një kategori të tretë e cila as nuk mban ujë dhe as nuk nxjerr prodhim. Shembulli i dytë të parave thotë është shembulli i atyre të cilët punojnë me diturinë, të cilën më ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, pra e përcjellin atë. Për shembulli i parë janë të diturit, të cilët e mësojnë dhe u mësojnë ato brezave. Shembulli i dytë janë ata të cilët domethënë vetëm e përcjellin si informacion. Siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Ka prej tyre të cilët e bardhin një informacion nga informacionet e fesë, ja përcjellin atij i cili është më specialist, e kupton atë, ndoshta thjesht për momentin e ka ruajtur në memorien e tij pa e kuptuar. A mund t'i themi që ky nuk vlen? Jo, i nderuarim. Ky vlen shumë, sepse ky po ruan informacionin, po ne ruan ujin, do t'i japi ujë dikujt tjetër. Ai tjetri do të ditë përfitojë prej këtij uji, prej kësaj diturie. Ndërsa shembulli i këtij tjetrit do të cili as nuk mban ujë dhe as nuk nxjerr bimësi, është si shembulli i atij i cili nuk ngren kokën këtë dynja prej ignorancës dhe paditurisë. Të nderuarit e mi, gjëja të cilën ka vlerësuar më së shumti Zoti dhe i dërguari i tij është dituria. E veçanërisht dituria e fesë, ku pjesë të saj janë obligative për çdo musliman, detajet të tjera janë për njerëz të caktuar. Për pjesët obligative të cilat janë për çdo musliman, janë ato të cilat janë të pashmangshme në jetë. Çështjet e përgjithshme të besimit, çështjet e përgjithshme të shtyllave të Islamit, aq sa njeriu i nevojiten, ndërsa detajet të ndryshme që janë për të diturit dhe janë për specialistët e fushave, ato duhet me ja lënë të diturve dhe specialistëve të fushës. Që do të thotë që njeriu duhet të di se çfarë duhet marrë nga ky shi i bereqetshëm dhe i begat i profecisë
i cili ka ardhur nga Allahu Xhelle Xhelalu. Kjo është shumë e rëndësishme. Në mënyrë që të mos bëhet thjesht një person i cili përjeton shiun, por nuk përfiton prej tij asgjë. Ne duam ta përjetojmë këtë bereqet të Zotit Xhelle Xhelalu, por edhe të bëhemi të tillë që të prodhojmë, pse jo të mbim, pse jo të jemi vetë për atyre bimëve të cilat lulëzojnë me Islamin dhe me diturinë islame. Profeti alayhi salatu wasalam i kushtonte një vëmendje të veçantë diturisë në të gjitha fushat sipas nevojës kur ajo lipsej. Ndaj kemi rastin kur i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam i nevojitet një person i cili duhet të kuptoj një x gjuhë, pra kishte një takim dhe nuk i besonte përkthyesve të kohës. Dhe muslimanët në atë kohë nuk kishin një përkthyes për atë gjuhë, ndaj e merr përsipër Zeid ibn Thabit, radhiyallahu anhu, sahabiu i nderuar, një djalosh i ri, merr përsipër kërkesën e pejgamberit ose opsionin e profetit alayhi salatu wasalam se kush do të na e marr përsipër ta mësoj, dhe mësoi thot në një kohë shumë të shkurtër, dhe kjo ishte mrekulli prej Allahu Xhelle Xhelalu dhe mbështetje për dërguarin e tij. E mësoi në një kohë shumë të shkurtër, por ajo që dua të them është që i dërguari i Zotit sa herë lipsej nevoja për një gjë, kërkonte që aty të prodhonte një specialist. Ajo që na duhet ne sot si ummet, si shoqëri dhe më gjërë, është që aty ku mungon specialisti, ta prodhojmë dhe ta plotësojmë këtë boshllok. Të mësojmë çështjet e fesë tonë me patjetër, të specializojmë njerëz në mësimin e çështjeve të fesë tonë me patjetër, por duke mos anashkaluar asnjë nga fushat e jetës, asnjë nga shkencët e ndryshme të cilat i shërbejnë kësaj jete, sepse ne jetojmë në këtë dynja e cila në konsideratën e besimtarit duhet jetë një urë kalimi. Dhe kjo urë duhet të dërgojë në xhennet, ama kjo urë të ndërruarit e mi kalon nga dynjaja. Dhe përsa kohë të jemi në dynja, duhet të jetojmë në dynja dhe të mendojmë për organizimin e jetës dhe rendit të jetës në tokë. E lutim Zotin Xhelle Xhelalu, Zot na falë na mëshiro, na bëj për atyre të cilët pozicionohen në dy kategoritë e para të këtij hadithi të profetit alayhi salatu wasalam, na bëj të dobishëm, të bereqetshëm kudo që ne shkojmë, kudo që ne jetojmë. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Kur vjen puna tek çështjet e diturisë, e shkencave në përgjithësi, por dhe shkencës islame në veçanti, vrejmë se veti dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam ka kritikuar që dikush të marrë përsipër diçka që nuk i takon. Ndaj ka qenë një rast ndër shumë shembuj të ndryshëm në jetën e dërguarit të Zotit alayhi salatu wasalam, ku një person në një udhëtim që kishte me shokët e tij, i krijohet një plagë në kokë, pra plagosët, i krijohet një plagë në kokë, e përpasoj i nevojitej gusul, pra larja e gjithë trupit, larja e detyrueshme fetare, dhe pyet të pranishmit, a din ndonjëri për jush ndonjë tolerancë për gjendjen time, duke qenë se jam i plagosur, pra dhe uji mund të më dëmtojë nëse lahem me dhe. Që të gjithë i thonë që jo, duhet lahesh. U la dhe vdiq. Tani e vdiq për i kësaj apo jo, atë e din Allahu Xhelle Xhelalu, por ai pyeti një pyetje konkrete. Ja bën shërbesat e fundit, por shërbimet njëri tjetrit duhet t'ia bëjmë fillimisht sa jemi në jetë. T'i japim jetë njëri tjetrit sa jemi në jetë, se për shërbimet e fundit mund gjehen shumë persona me t'i bë, me të respektu në çastin e fundit, me të vendosë në gropën e varrit, dhe shërbesat e fundit mund gjehen shumë për t'i bë.
por t'ja bëjmë shërbimet njëri tjetrit sa jemi në jetë, t'ja gjallërojmë jetën, kjo është kryesorja. Kur shkuan tek profeti alayhi salatu wasalam, e bën me dije për çfarë ka ndodhur. Profeti sallallahu alaihi wasallam ju drejtua dhe tha: "E vran i falt Allahu." Për sepse nuk dinin, ndaj dhe e thot i falt Allahu. A nuk pyetën, a nuk e ditën se ilaçi i mos diturisë është të pyesësh për diçka që nuk e din? Çdo gjë të cilën nuk e din në fenë tënde, pyet njeriu i cili është adap. Njerëzit shpeshherë ngatrojnë dyert. Frekuentuesit e hershëm të xhamive dhe të fesë në fundit, zoti është problemi, nuk ka bërë vetëm se një detyrë që duhet ta bëjë çdo kush prej nesh. Në vend që të pyesi njeriu e duhur, shkon të pyet një X frekuentues se e din ky këtë, duhet ta di me patjetër se ka kaq e aq vite në xhami, domethënë që falet. Nëse ky i pari pyeti dhe gaboi, i dyti nuk duhet gaboj dhe të përgjigjet duke marrë kompetenca për gjëra të cilat nuk i din. Ndaj le të japim gjithë secilit kompetencat që i ka dhënë Zoti në këtë jetë për të dalë para Zotit xhel xhelalu gjithë secili i pastër në profilin në cilin ne jetojmë. Ne jemi urdhëruar të gjithë të veprojmë, por nuk jemi urdhëruar të gjithë të sqarojmë gjëra për të cilat nuk dimë. Gabimtar jemi të gjithë me patjetër, sepse i pagabueshëm dhe të qenët i pagabueshëm Zoti e ka ruajtur vetëm për madhninë e vet, ama gabimet duhet të jenë të asaj kategorie që mos të shndrohen në tradit këto lloj gabimesh, apo më e pakta duhet të shmangen nga të gabuarit në profilin e përgjigjeve islame. Lutim Allahun xhel xhelalu Zot na falë na mëshiro, na pajisë i madhnueshmi Allah me moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë dhe na mëson Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tonë, na bëj vdekjen të lehtë dhe na mëson Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo sëmurë Allah shërojë, për çdo stresuar, të brengosur, të munduar nga hallet e jetës së Zot, jepi zgjedhje e largoja brengat, streset e hallet e tij. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo të pastrejo, Allah strahoje. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo të munduar nga borxhet, ndihmoje Zot në shlyerjen e borxheve të tij. Na furnizo Zot prej hallallit dhe na bëj prej atyre që e admirojnë atë. Na largo Zot prej haramit dhe na bëj prej atyre që e urrejnë atë. Të lutem ty i madhnueshmi Allah të na rikthesh në fenë dhe në besimin tonë me një rikthim të vërtetë, rikthim pas cilit nuk ka më devijim. Zoti i madhnueshëm, sikur se ne i bashkon trupat tanë për të kryer obligimet tona ndaj Teje, na mundso që t'i bashkojmë dhe zemrat tona për tek Ti. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për mbar muslimanët tanë mbar botës kudo që ata janë, kudo që ata ndodhen, Zot ndihmoju, Zot hiu pranë atyre derdh mbi ta mëshirën tënde. Të lutem ty i madhnueshmi Allah të na japësh stabilitet dhe rahati në vendin tonë, të na mundësosh të prihemi nga njerëz të cilët të kanë frikë Ty, na mëshirojnë dhe ne. Të lutem ty i madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë vend për të madhëruar madhërinë Tënde, na mundso Zot që të gjithë bashku bashkë me familjet tona dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan, të mbledhemi në xhennetet e larta, në xhennetet Firdaus. Amin Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى